Fushata do të thotë për zgjedhjet komunale dallon pak për zgjedhjet nacionale, është ma problematike si fushat për shkak se vota kërkohet një për një. Për dallim prej zgjedhjeve nacionale, për shembull kur kem për një deputet mundet mi marrë 10 vota për herë. Është kogja luftë e madhe, ka shumë parti politike, dhe tash edhe rrjetet sociale nuk është që kanë zbet fushën edhe paraqitjen të ta, po dhe suksesin për shkak se ton kohë na peshojmë jemi në rrjetet sociale, po është e papranueshme me ikë përballjes në për mediumet, sidomos televizionet kryesore që janë për shkak se njerëz tek e fundit duhet është televizioni ai që informon sakt edhe i shen ose në farë forme e vendosin bazë të programit, në bazë të përballjes që kanë ata, kuj nesër mja dhonë besimin. Të ky rast i fundit, sa kam informacion unë të përparimi që se ka pranuar, këtë thojza, në atë kuptimin përballjen e sot, unë sa kam informacion, aje ka dhonë një farë premtimi që me 6 tetor është një medium caktuar edhe deri atëherë nuk e ka menën me shku me u përball debate tjera, po menoj që nuk bën me shku edhe në këtë formë, për shkak se tash na pedim që ka kogja do media janë bo, edhe një farforme s'është mirë me hinë hak kërkujna, për shkak se opcioni është i përbashkët, po ideja krejtësoj është hezitimin unë sa po e shoh, nuk është i mirë dhe nuk është që i kontribon demokracisë një farforme.